Shtëpia e lindjes së korifeut të letrave shqipe Ismail Kadare në qytetin e Gjirokastrës po shërben si një qendër e rëndësishme për tërheqjen e vizitorëve vendas dhe të huaj. Megjithëse shkrimtari i njohur u nda nga jeta përpara 2 vitesh, sërish jeta dhe krimtaria letrare e Kadares vazhdojnë të tërheqin interesin e turistëve. Tashmë banesa karakteristike prej Gurit, në lagjen Palorto, ka marrë profilin e muzeut për jetën dhe veprën e Kadares. Ndërsa përgjatë këtij viti ka mirëpritur rreth 5.000 vizitorë. Turistët vendas apo të huaj kërkojnë të shikojnë dhe të prekin nga afër muret dhe harqet e gurta të shtëpisë, në të cilën ka lindur Kadarea dhe përshkruhet plot detaje në disa prej romaneve të tij. Krahas punës në shërbim të vizitorëve, stafi që përkujdeset për banesën Kadare vazhdon të punojë për mbledhjen e relikeve të ndryshme që lidhen me jetën dhe krimtarinë letrare të shkrimtarit të njohur gjirokastrit. Sipas Ciceronit, Bruno Pietri, nëse krahasojmë me muzeet e tjera apo me atraksionet e tjera turistike që ka qyteti jonë, Muzeu Kadare është një muze i veçantë, një muze specifik ku kryesisht tërheq vizitorë që njohin shkrimtarin, tërheq vizitorë ku të paktën nga ata që kanë lexuar një vepër të tij dhe duan të prekin nga afër ambientet ku rrit gjeniu i letrave shqipe. Sigurisht kemi një numër të lartë vizitorësh, nëse krahasojmë me një vit më parë, është një rritje konstante nga viti në vit dhe kjo na jep shpresë edhe ky vit po vazhdon kështu dhe do vazhdoj deri në fund të vitit me këtë trend rritje vizitueshmërie. Kryesisht kemi tepër vizitor francez nga vizitorët europian, por kemi edhe vizitor vendas shumë, por francezët janë ata që zënë vendin kryesor sepse siç dihet vepra e Kadares është përkthyer më tepër në frëngjisht se sa në gjuhët e tjera. Kryesisht ata duan të prekin nga afër ambientet e shtëpisë sepse bazohen tek romani Kronik në Gur ku Kadare përshkruan aq bukur çdo cet të shtëpisë ku ai u lind edhe u rrit. Por kryesisht janë dhe veprat e tjera si Pallati i Ëndrave, Prilli i Thyer, Generali i Ushtrisë së Vdekur apo Darka e Gabuar që ata janë nga veprat më të lexuara të shkrimtarit. Kënaqësia që ne marrim këtu është kur ata thonë e njohim Gjirokastrën nga Ismail Kadare, e njohim Gjirokastrën nga vepra e Ismail Kadares dhe sigurisht që po ke thënë Kadare, ke thënë Gjirokastër dhe Anasjellta, sepse siç dihet Gjirokastra preket pothuajse në gjysmat e veprave të Ismail Kadares në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Ndërsa një turiste angleze shprehet: "Më pëlqen shumë qëndrimi këtu. Është hera e dytë që vizitoj Shqipërinë dhe Gjirokastrën. Do të qëndroj për 3 ditë këtu." Ndërsa më tërheq shumë veçantia e kësaj shtëpie dhe gjithë qyteti i Gurt. Në këtë periudhë vere Gjirokastra po mirëpret një numër të lartë vizitorësh, të cilët vizitojnë vlerat e trashëgimisë kulturore dhe monumentet e kulturës së qytetit, të mbrojtur tashmë nga UNESCO.